Manifestimi i sotëm për ndërimin e flamujve shtetëror që u realizua përmes një marshi të Armatës së Maqedonisë nga sheshi deri para ndërtesës së qeverisë, mahniti qytetarë që dolën për të ndjekur këtë aktivitet të parë të Armatës së Maqedonisë. Marshi që u përcoll nga orkestra e ARM-s gjoj kurreshtjen e shumë kalimtarëve që u ndodhen në ato momente në qendër të Shkupit. Shumica prej tyre xhiruan me celularët e tyre, të tjerët imituan orkestrën, por nuk munguan edhe ata që ndërprejnë punën për ta përshëndetur ushtarakisht. Oduševena su. Oduševena, duri mi se plače. Verувajte mi. Ovi je prekrasni mladi što se tuka, nemam zborovi da kažem. Me podsjetува на мои години млада која бев, сега сум 70 година. Да, многу убаво. Супер. Нема зборови што да збориме. Треба да се види дека имаме нешто. Имаме армија, полиција и безбедност. Возбудлива бе, што знам, добро беше. Одлично. Убава, многу убава. Marshi i njësitit të gardisë të ARM-s përfundoi para ndërtesës së qeverisë me një manifestim. Të pranishëm në këtë ceremoni ishin ministra, persona publike dhe nxënës të shkollave të mesme. Ky manifestim, siç theksoi nga qeveria, bëhet me qëllim të ngritjes së ndjenjës dhe respektit ndaj flamurit shtetëror, si simbol i shtetësisë. Manifestimi për ndërimin e flamujve do të realizohet në çdo 2 javë para qeverisë dhe presidencës, ndërsa një herë në muaj para Parlamentit të Maqedonisë edhe atë çdo të premte të fundit të muajit. Ndërimi i flamujve edhe në të ardhmen do të bëhet në mënyrën e njëjtë, duke ftuar mysafir të ndryshëm për të marrë pjesë në ceremoni.